Pas ka ik plazh duket, çfarë bëmë? Çfarë Gjibani? Unë ka pjell Belaja me atë gotën bjonde, më falë që jam në emision live, 1 minutë. Ka pjell Belaja me atë gotën bjonde, se më thonë se kam gjetë kastile, tani që ti bëj Klajdit, unë Klajdi atë gjeti, atë soli, unë nuk kisha ankesa. Tani si ka mundësi që gjeti Klajdi dhe as ti dhe as tiri? E po, thënë qitë mbuluar. Si e bindi Klajdi atë vajzën që t'ishte në klip me jo? Për zotën nuk e di se si ka fol me gjuhën e trupit, ndoshta se ajo ishte ruse as anglisht nuk sa skuptonte fare për zotin, as i fjalë. Si u morë vesh? Po mirë ishte. Për videoklip. E mirë ishte. Prit, qasëri të gjova aty. Tutti pazzi per lì. Po, e di çfarë po thoja që edhe më ka rënë goma dje. Ndash çaj na ka ndodhur neve, që na kanë marrë sysh me. Hey Leila. Gjibo, do me thënë Klajdi ishte ai që bindi vajzën bjonde. Po Leilën kush e bindi se Klajdi po thotë që ishit shumë dashamirës në këto pushime. Kemi kalu shumë bukur Leilën se ka bind asnjëri. Ishte pa bindur, po. Jemi kënaq Gjiban, kështu që do ikim prap. Shumë bukur, e vërteta është se kemi pas komplet vibe tjetër nga Bigu, nga shtëpia e Bigu, domethënë ishte diçka krejt ndryshe, kam kalu perfekt, shumë bukur. Domethënë energjia e njerëzve ka qenë e papame. Po normale ti jetë leja aty se mos kalësh. Tash ja dha jo është e vërtetë. Sa i mirë është Gjibani, është shumë i mirë. Gjibo, na u transmetua sot në emision live që kishe marrë një lloj refuzimi apo jo? Jo, refuzim unë gjithmonë zgjedh Gjibanin, si po flisnim lojën me shishe. Ore ç'a bëhet, domethënë këto refuzimet edhe unë sikur jemi bë sinonim këtë e fundit. Jam shumë mirë me jetën. Tani dëgjoj. Personat publik më refuzojnë se nuk e di si i kanë punët. Për cilën rast flasim? Për lojën me shishe. Gjibe, do të flas unë për ty, po nuk e di a do më pranoj. Gjibo ka 1 orë që po i gjuan vet. Jo, po i flas për ty Gjibe. Jo. Di këtë stilin unë që po i flas për i shokë dhe kafe. Stili vjetër. Do ta bind siç binda rusën. Mbajni larg nga leje ju lutem. Mos ki merak. Është i rrezikshëm, nuk duket këtu po. Vetëm ku ta shikosh lejen në një videoklip pastaj. O Gjima, po si të reagoma more kur po vije këtu? Pse? Pse me agoma? Nuk e di as vetë, edhe vërteta është që kisha më shumë dëshirë të vija aty edhe pa e ditë që është leja aty e kisha më shumë. Ta di gjithë kisha ardhur pa gomë fare. Gjibani. Po ne do të shihemi sërish sepse do flasim edhe për këngën tuaj. Hiç s'po manin bashkëpunime me Tirin, edhe do kemi shumë gjëra për të thënë, se besoj edhe ti ke projekte apo jo. Kam projekte, kam një këngë 3 që quhet Na, është kënga me Tirin që doli po ec shumë mirë, Tirin e përshëndesim, edhe Klajdin e falenderoj shumë për ndihmën që dha me Viktorian, se kështu e kishte emrin e vajza. Ja ti të ndihmosh me Lenin, jemi ulam pas. Çi doli. Deri me nder lahet. Ju falenderoj shumë për ftesën ndërmjet telefonit, për gjë shumë e bukur me një Gjuzanin gjithve. Edhe tani po merrem me komën se e kam vuat krikun aty dhe ik tani thot. Si thot ajo fjala punë e pis, po dikush duhet ta bëja. Gom të mbar vlla. Faleminderit Gjibo për këtë ndërhyrje. Faleminderit Gjibo. Ju përqafoj shumë. Gjithë të mirat. Bye. Edhe tjetër kur ti çat goma let, di këtë marr. Ta kisha marr Gjibanin. Ej lej gjithë ky miklim, ha? Ja me ata të tash. Ja kam kaluar shumë mirë në Turqi. Pas kanë lastuar çuna të vjet po. Tani le të themi ca sekrete Klajdi. Jam lutur si Krishti. Po themi që jo lejta saj vajzës. Ti e ke dhënë pas asaj domun. Kush ishte kjo? Kjo pra Rusja. Rusja, po. Na trego pak si e binde dhe ishin 2 djem amerikano-gjerman. Kjo ishte një vajzë që binde shumë në sy. Edhe ishte kjo pjesa te deti
Ne I thoshim kashta, ky lokalin det, si quhen këto gjërat. Unë thosh hajde çuna vetëm ke kashta, vetë çdo ditë, hajde ke kashta. Ishte siç është, siç duket domethënë. Si thosh ja hodhëm sy të gjithë asaj çupkës. Pas kush nga ne nuk po bënte një hapare jap mbrapa. S'po qullos në njëri. Nuk e kështu flasim ne po, vetëm flasim, nëse. Edhe në një moment u bëra burrë, thash hajde vetë herë. Ku po shkon ta tiri, thash pa ti vetë herë. Edhe I vetë un hello, e vëllai po flisë. Edhe unë nuk është se edhe unë copa kanë mirë, po merresh vesh, po. Don't speak ta. Hajde merru vesh me këtë. Po tash ç'a të them. I fola sa shoqes vetë, ajo thoshte, da, tash kjo që ka më druse mua. Mirë. U tërhoqa pak më pas. Ndërkohë që vjen puna e xhirimit të videos, mora vesh që djem do të xhironin videon. Kë do marrim, edhe duke folur me grupin, o Shqipe do vish, o Lej do vish, o Lori do vish, ku diun kështu me radhë. Tash hajde nami të bëhet si për veten time. Gjithë I lëshuar kësaj bjonde son. Tash mirë që s'u bë gjë, po të paktën ta kemi si kujtim, ta kemi në videoklip. Edhe që edhe ky djali, amani thash. Po thuaj ta bëj për Shqipërinë tash. Shqipëria dhe Rusia kanë marrëdhënie të mira, këte janë ndej. Edhe ky ja përkthente apo qeshte. Thoshon këta janë dy këngëtarë shqiptar, janë më të mirët, nuk ka pas këtyre, se si ta bindja. Edhe ula ngjyn të lutem, po unë në Shqipa e përkthente në me kështu me Më thon ajo mirë që dolin klip, po nuk mori as I kokorleku. Po për leksa dal vetun më. I paruk e bjonda aty edhe. Jo, realisht domethënë edhe doli s'po. Lek, jo që s'mori, po s'na dha as në kafe pastaj. Ne bëm famshme. Po mirë, u bë tani ajo. Jo, ishte një domethënë do mbahet mend Turqia edhe për këtë gjën, sepse ja pra dhe Victoria do bëhet e famshme në Shqipëri nëpërmjet videos së Xhibes me Tirin. Unë ju luta kështu domethënë përgjërova derisa arrita ta bind, pastaj mbarova me atë vajzën, ju ktheva këtij djalit tash pa hajde, mbushja mendja tash gjithë kjo çupe këtej ande ja po me. Jo, pa dhe doli ajo. Edhe më fundi shumë interesant videoklipi, është King e Goca, ke bërë si shpirtësh, edhe gjithë pallati dritë bëhet po nëse. Tash me qemi te këto bjondet e rezortit, se folëm shumë për lejin, po për ju çuna s'na tha ta qullos në gjas, qullos. Çfarë pyetje? Po njëri për nesh nderoi kombëtarën shqiptar. Kush ishte? Ta lëm emrin, ta pranoj vetë më mirë, pati 2 miqësore me një me Rusin dhe një kaq mund të thonë, pastaj kuptojeni vetë. Dhe një me Spanjën, pra I nderoi kombëtarën. Çfarë kush ishte? Gjibani o një? Pastaj jo nisha. Tiri ishte me Krisën, ç'a them. Pastaj jo. Që edhe dikush tjetër që domethënë ai e provoi në disa forma të ndryshme domethënë. Po nga kombëtare jon domethënë u zhvilluan 2 miqësore, po. Domethënë kishte 2 përfaqësues. Kishim 2 përfaqësues ne Pleqë Krujës domethënë. Okej. Na nderoi ai djalë. Njëri ishte kaçorec po tjetri. Jo, po ja foskove për ta mbuluar identitetin e tij. Qartë. Po, tjetri pak më pak, po dakord, ne domethënë ti bëm shumë tifo për Shqipërinë. Për Shqipërinë edhe 2 ndeshjet edhe pse me rezultat të ngushtë 1-0 fituan nga kombëtari shqiptar. Kaç nuk flas. Interesante, shumë interesante. Un shpresoj që takime të tilla edhe eksperienca të tilla ju të keni sa më shumë. Nuk kemi kontra. Më vjen shumë mirë që jeni kënaqur sepse ne ndjem vibe-in edhe si kombëtarja thotë ndeshje. Ushime me vibe të mirë sepse ne ndjem energjinë edhe gjatë intervistës që bëm me Zenin Rizartën dhe me Krisën, edhe duke që po kënaqeshit vërtet, unë dhe Arbër ju kishim pak zili me thënë të drejtën se ishit grup shumë I lezetshëm. Po na ftoi Leila? Po, patjetër. Leila as spilles na ka çuar. Ka çuar duçi. Shumë po kërkon Arbër, po jo, do e boja për ju, pa qyshja. Shikon Arbër, ja, e kapëm. Zemën gurde një qarret do na xhoj. E kapëm një rrugë, Klajdi, unë të uroj, po besoj dhe Leila dhe Arbëri, të uroj shumë kryevepra. Faleminderit. Në karrierën tënde, më vjen mirë që sa më shumë gola gjithashtu. Ja po na çuna ashtu. Se na pit fare. 2 sekonda. Shitsi. Ja një herë. Sa më shumë gola. Po, tani që mendoj po, Arbëri ka të drejtë.
Dhe shpresojmë që në takimin tonë të radhës ti të kesh kaluar të gjitha këto etapat që ne folëm, pra të projektet e reja që ke në plan, ato koncertet e tua, edhe vibe-i të jetë po i njëjti me këtë humor që ke dhe këtë energji kaq të mirë që na sjell gjithmonë sa rrie në radio. Faleminderit për ftesën. Besoj që po i njëjtë të vibe-i. Imagjino të kisha bërë edhe në gol, do ishte edhe më i lartë vibe, po s'ka gjë. Do ishte energjia. Do ishte energjia shumë high. Ndeshjen e kthimit, po, kemi ndeshjen e kthimit. Unë ju faleminderit shumë për përkrajën, për ftesën, për gjithçka tjetër. Ju kam shumë xhan, në veçanti Lej Krajën. Ju falenderoj shumë për Krajën, them. Jo, ju kam shumë xhan tash, në veçanti Lej Krajën. Lej Krajën. Ju falenderoj për Krajën, them. Edhe për Krajën. Edhe për Lejn ju falenderoj shumë. Edhe për Krajën. Falenderoj edhe prindit që e kanë sjellë jetë. Kaq të bukur. Që të kaq të mirë, po. Kënga e Klajtit kur e vepër është po ashtu në Top Awards, të gjithë ju që e pëlqeni mund ta votoni atë në të gjitha kanalet tona të komunikimit për ta renditur sa më pranë pesçes top 5-it kryes së listës. Në vend të 5 isha javën e kaluar. Jetë 5, ja, kështu që. Çajmë sot e martë se kemi humb fare. E martër sot. Isha tek 5 Jo, qes. e mërkur. E mërkur. Ai keqë ne. Natë mirë. Ne jemi të shia akoma. Se sa punon telefon. Sa punon telefon. Mirë këta dy, po. Ne ka gjetur të është vibe pra, a fole për vibe-in ti. Më ngjite. Ta transmetuam vibe-in. Më transmetuat. Klajt shumë suksese, faleminderit që ishe këtu me ne sot. Nuk e di domethënë se si rezistoj. Që sot ju shoh të dyve përballë pa ju përqafuar me mall, se hera e parë në 3 javë që më bëhen bashkë të dy përballë meje. Çfarë bëj pushime Se on njëherë top, më ka largu nga dashuritë e mi. Njëherë vjen njëri tjetër ka i ka vjen. duart fare, sa vjen mas 3 javësh. Ka rënë dashni Klajdi, Xhibani, Rusi, Jo, unë tash Gjermani. fjala e pushimeve kishte vetëm një emër. Lej Kraja. Di mos e thoj më tani. Jemi në fund programit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Ne do të dëgjohemi të mërkurën tjetër. Kalofshi sa më bukur. Ciao, ciao.